programi Smart City nuk është projekt kamerash. Kush është e kështu, në rastin më të keq dëshiron ta minimizojë me dashje ose nuk e ka kuptuar fare në rastin më të mirë. Kamerat monitoruese të trafikut, ato të vendosura në vendodhje të caktuara në 24 qytete kryesore të Shqipërisë, radarët me precizion të lartë, sensorët inteligjent të zhurmave, do të ishin si gjymtyrët e një trupi që lëviz në mënyrë pa koordinuar nëse do të shkëputeshin nga një ekosistem i tërë integruar teknologjik, i cili bën bashk 3 komponentë kyç të pandashëm nga njëri tjetri. Së pari, burimet e informacionit, të cilat vijnë përmes gjithë larmisë së pajisjeve të instaluara në çdo cep të Republikës së Shqipërisë. Së dyti, në zemër të këtij programi qëndron pikërisht qendra e komandës dhe kontrollit, të cilën ne dëshmuam dhe sot, e cila furnizohet me informacion nga gjithë këto pajisjet të instaluara për qark Shqipërisë dhe i përkthehen ato në komanda të cilat për të kthyer sërish në bazë për të pasur dhe siguruar ndërhyrjen e policisë aty ku është nevoja. Dhe së treti, mendja e këtij programi, që është një program kompjuterik apo software i ndërtuar mbi inteligjencë artificiale, jaft për të përpunuar në pak sekonda gigabajt informacion, video, imazhe, audio, të cilat vijnë në qendrën e komandës dhe kontrollit nga 873 lokacione operative ku janë vendosur këto pajisje, në 12 drejtoritë vendore të policisë, në 24 qytete kryesore të vendit, në 28 pika kalimit kufitar dhe 20 shkolla të kryeqytetit. Çdo sjellje potencialisht e rrezikshme apo në shkelje të normave ligjore detektohet përmes AI dhe merr formën e një alerti. Pikërisht këtu në qendrën e komandës dhe kontrollit për të ndarë më pas me patrullën më të afërt të